Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sot me ne është Shkëlqim Tola, Radio Arom Shqipërie nga qyteti Montrealit. Shkëlqim, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Përshëndetje juve dhe ekipit tuaj, dhe kjo sidomos Oda pas një nga amazing, jam shumë speechless. Hyra këtu mena dhe po shikoja, fatikisht atë që tregonin unë kam ndjekur gjithmonë që jam ndjekës e juaj, sepse jemi dhe miq, po edhe ju përgëzoj për nismën, sepse unë kuptoj shumë mirë, më shumë se dikush tjetër, po kur futa ndjeva në diçka shumë bukur. Megjithëse traditat vlera shqiptare janë në këtë dhomë këtu që është 400-700 square feet, nuk e di sa është afërsisht, por që kush futesh në dera, shikoj që të jep një nostalgji shqiptare. Edhe unë do të shqoja tamam si Arom Shqipëria, po më kujton atë timet e Shqipërisë, ke fut Oda Podcast, dhe Oda Podcast është tamam, konsideron me atë që është, dhe i thonë Oda burrave, pa bërë në cënim gratë, sigurisht motrat tona, po në thojza. Dhe do të kisha dëshirë që po ta shikonte spektatorët ose ata që na ndjekin, që ju ndjekin juve, se si futesh mërë dhe si vjen këtu, do ishte shumë gjë e bukur. Se këtu dukesh vetëm ti dhe ai që është ftuar dhe kamerat tuaja dhe duket shumë bukur duket, po jo ajo që unë shoh në live këtu në studio. Kur futesh këtu live, shet diçka tjetër. U thash, ishte megjithëse keni bërë një punë fantastike. Ti me Ervinin e përgëzoj shumë edhe ty për nismën, është një punë jam shumë i kënaqur fatikisht sepse ndjej, e shikoj dhe e prek se e kam prekur me dorë dhe e shikoj se sa vështirë është të kesh ose të hapësh një podcast. Unë do nis, si thonë mohabetin, të falenderoj shumë për gatishmërinë dhe për ndihmën që ke afruar që nga fillimi. Ke qenë një ndërparë që ishe pjesë e Odës tonë, kur ka marrë pafund telefon edhe kem folur edhe më ke këshilluar, më ke udhëzuar, sepse ti ke filluar Montreal me Radio Arom Shqipërie këtu e sa vjet, po unë jam shumë falënderues për edhe Ervini, kuptohet që dy për ndihmën që ke afruar dhe afron dhe për krahjen edhe morale. Sepse fjalët e tuaja, analizat e tuaja, bisedat tona private janë shumë mira dhe për mua unë i vlerësoj shumë pa mas, edhe unë u gëzova që ma në fund erdhe këtu. Në odën tonë, Më ngeli qefi që s'ftove, nuk e ftove. Po, e pranoj publikisht. A më ke marrë direkt, në kërësat. E pranoj publikisht, i kam arru mi quftesë, po si e i vetëmi, nuk je i vetëmi. Ishim një presion shumë malë. Do të ishit Iliri ta tha shumë bukur, Iliri e përshëndes shumë, Iliri Lenën. Ne jemi të fundit që mund të thrasesh, po do të ishtë ne jemi gjithmonë aty. Dhe unë kam shumë dëshirë, dhe dëshirë ime është të ndihmoj njerëz, sidomos në këtë fushë. Sepse janë shumë pak media shqiptare, ti je media shqiptare, ti je zëri i një komuniteti këtu. Nuk është kjo radio jote. Nuk e dia ke kuptuar. Ti je zëri i një komuniteti që ti përfason ata. Ti je dritari i komunitetit. Gjithë fuqia e një komuniteti këtu, se do të dal atje ku faleminderit për fjalët e bukura që u the për mua. Unë thjesht kam bërë atë që mendoj dhe ti di shumë mirë. Është pasioni. Po njeriu po pat pasion vision, po ta bësh share ose ta shpërndash me miqt ose me atë që është gjë e bukur. Këtë do të bëj shqiptaria. Të shpërndajmë eksperiencat tona dhe t'i bëjmë gjitha në dobi të shoqërisë tonë. Dhe këtu do dilja, ti je zëri një komuniteti. Dhe këtu do të qëndrosh, besoj unë. Po, këtu jem. Këtu edhe besoj që do vazhdojmë këtu, edhe pse jemi në hapat e parë, por jeni në rrugë shumë të mirë. Faleminderit. Mirë, atëherë unë gjithmonë i filloj bisedat e mia një format shumë i thjeshtë. Ai Shkëlqim Tola i vogël, në Librazh atje dikun, fëmija e më i vogël i familjes, një familje madhe më këtë thonë kemi jetuar, e di duhet kthej. S'më the që do shkosh kështu. Jo, shkoj gjithmonë ashtu. Po s'ka problem, sot jam dispozicionit ta. Ma thuaj jetën, fëminin tënde, në afër Librazh, në fshatin tënd. E do me fjalë klasike, apo e do si Oda? Ja, si Oda e dua, aty është ideja. Unë se kam shpjeguar, po ta shpjegoj. Unë sa të kam dhe nuse me vete, përshëndes fort Alkerën. E kam idhullin tim edhe është një nga supportet e mia. Por James do them diçka të bukur. Që se kam thënë gjykun, po ta them edhe ty. Unë kam lindur në vitin 70. Ne jemi 8 kalamaj, 5 çuna dhe 3 goca. Baba im ka qenë një trup gjatë, i pashëm,
Nëna ka qenë trup shkutër, që të dy kanë pas kanë ndruar jetë, edhe kanë pas prindër fantastik. Ku them fantastik, pavarësisht ata nuk kishin na jepshin, se kemi kaluar vështirësi, James, nuk e di. Gjithë kanë kaluar shumica. Nuk kemi kaluar komunizmin, dhe unë kam prekur atë. Dhe do të thoja kam lidhur në vitin 70 kur është ndërtuar Herkullorodha Elbasan Prejas. Do të rregoj diçka të bukur. Mos u mërzit. Jo, të lutem, me shumë dëshirë. Unë isha një nuk do thosh është vërtet i dashurisë, se në atë kohë nuk ekzistonte dashuria, isha me njohje. Por do ta them në këtë mënyrë pse unë isha fruti i Herkullorodhës. Do të thonë që unë Herkullorodhës. Do të dish pse? Se do të flasim shqiptarshe. Si ka librazhe, thonë ne. Po. Vjen mos mërzit. Ja. Va Kevrini. Ai po qesh, nëse qesh do të thonë që është në rregull. Ervini për ndryshe, e di që e devjoj këtë, po duhet ta them. Ervini 6 muaj ka punuar te zona lirë me Arjan Qanin. Edhe aty pastaj Ervini erdhi në Kanada dhe aty kush ishte ai Ledjo? Ledjo ishte asistenti, e përshëndesim shumë. Po, Ervinin e kam, unë gjithmonë i drejtova pse një ditë shumë shpejt do ta ulim këtu, po nuk do. Po ti me fat sepse ai ka shikon unë kam pak e njoh. 2 minuta që njoh. Karakteri që ka edhe buzëqin që ka ai është shumë domethënë. Është i qetë. Nuk është i qetë, ke gabim. Ja, është i qetë punën që bën, punën që bën. Po. Trust me. Ai ka buzëqeshje fantastike, po buzëqeshja e tij është shumë e mpret, e ftohtë, por ka një dashuri të madhe. Të pasion, do ta dëgjoj të bukur e të bukur. Po edhe ma një humorin. Unë besoj që ma një humorin. Ta kalon në buzëqeshja të ladhatimin e shpullës. Po, gjithmonë, jo, është i paparë. Ja tash filloj me qenë shumë serios të vazhdoni. Po, ishe duke thonë që je një i fruti i Herkullorodhës. Po bësh Herkullorodha në vitet 70. Ka qenë Elbasan Përkatec. Prejas, më fal. Edhe babai ka qenë komunist si gjithë tjerët. Ka qenë pa shkollë, pak ka bashkollë, dhe nana ka qenë pa shkollë, analfabete faktikisht, por të zgjuar, kuptim fjalë. Dhe ai në atë kohë ishte komunist, ishte i komunist fjalës, nuk e di se mund ta marrë njerëz sot. Ai ishte njeriu më afo, njeriu më i pastërt. Njeri shumë idealist, ka qenë idealist. Imagjinoje, po të mërshim ne ishim në fshat nuk kishim të drejtë, kishe kopësht, një baqet vogël kishe, se kishe kooperative që kishe shumicën. Po të shkojë në kooperativë, merre një rush për shkak të takpusje, të vinte brigadieri, thoshte çuni Hasani, se Hasani ka pasur emrin, vjen darkë ngorthej. Thoshte, pse putë rushin nuk është jote. Më ishte shumë strikt ka qenë. Ishte nevojshëm, s'kishim 8 kalamaj, s'kishim me hangër. E beson që ne unë shkosha shkollë me sandale të ngjitura, nuk e di mbaj mend. E mbaj mend. Shkoj shkollë 3 orë larg me shkollë. Dimër vera. Ne kemi vujtur, sot fëmijët tonë janë, nuk e di. Do të dalë edhe ke brezim, pse neve kemi vujtur dhe vujmë akoma. Pra, unë kam lidhur në 70-ën dhe bukuria e kësaj është që do të them, vetëm mos më mërzit. Jo, të lutem. Plaku ishte komunist dhe në atë kohë 2 historia më nga babai dhe nëna, që kanë kaluar që duhet të thënë patjetër. Momentin që nëna ime ka heq perçën për herë të parë, nuk e di a kupton perçën. Po, e di, po. Ne i kemi thonë Ferexhe në Kosovë. Po, do ta nis tu, pastaj do shkoj ke lindja ime, se nga aty ka filluar. Ishte një mbledhje, bëshëm mbledhje kooperative, mbledhje fshatit, gratë ishte me perçën në Mirak, se unë jam nga Miraka. Një vend shumë i bukur. Do hidhem nga i dek që ta kuptoj të lodh çik. Miraka është një vend aq i bukur, ka një vend i bukur, Buzlumët, jam prej të Lum, jam çum shkumbini. Edhe i bie shkominë drejt për drejt, nuk i bi manësh. Edhe ka një urë që është kalimi i Agnadias, mos harrosh, një urë shumë vjeçar mbi. Agnadia rruga vjetër. Po ka një urë në vjetër, është urë shumë e vjetër, mbi 400 cami vjet. Shumë. Po bënoi kohë antikitetit Romës kur ka qenë ajo rruga. Është rruga Agnadia, do kalosh atje se ka vetëm. Ka qenë zhvillimi, civilizimi ka qenë atë kohë në fshatin tim i fjalë, se s'kish ku kaloj vend tjetër. Dhe nga që ishte babai ishte komunist edhe ishte i parë që dolin mes lagjes edhe i tha tha po, gruaja ime do ta hiqi perçën tash tha. Ishte ora 7 e darkës, ishte një orë larg nga shtëpia dhe kjo është historia e vërtetë. Edhe mamaja, nëna ka qenë shumë e zgjuar. Nuk ishte shkollë për e zgjuar dhe shumë shpirt fisnike. I thot borr, po thete unë heq, dhe heqen, dhe gjithë ngelin shok.
sepse nuk e prisnin. Se ishte një evolucion shumë i papart, hiqe peshët në mes të lagjes, mes të burrërisë të grave, kupton? Se dushe i pare ai që ta bënte këtë. E kishte të ndarë menin. Mbasi mbaron mbledhja, edhe nisë për rrugë me nëna, me një hand të gjysmë të zbet, se ke pasur s'kishte rrugë në atë kohë, e rrafin aq keq babain tim, sa e lën për vdekje të vdekur. Do të thotë ata që ishin të kënaqur me këtë mendim. Tash s'mund të them, Po se dim, okay, po. Puna është sepse ai bënë një veprim që ishte kundra heqjes shamis, Michel, që nuk e pranojnë dot. Michel e rrafin aq keq se ke idenë, edhe gjakos shkon në shtëpi dhe ai prap nesër plat, edhe e mban mamaja vazhdoi nënët vazhdoi ta mbajnë atë. Mbas asaj ka filluar civilizimi, të hapshin dyert, të hapshin ato të dilte gruaja shqiptare, kupton, në fshatin tonë, si ishte shumë vështirë. Ke pasur në atë kohë flasim shumë vështirë në kohën tonë. Nëse kthehemi në realitetin e lindjes time. Nga që ishte komuniste përmend akoma, shumë i drejtë, shumë i drejtë. I thot mamas, i thot nënës, thot se dushin kuzhinier, dush staf për të punuar për të gatuar, ishin gati 350 punëtor, ishin vullnetar atëherë në kohën e partisë, më fjalë bëshë punë vullnetare, nuk ishte vishin nga vovoj rrethet e tjera. E thot nënës, thot ti do ikish në kuzhinë, thot, por thashë ti në kuzhinë, mi që hoqë peshë, po të tash do ikim në kuzhinë, se nuk lejosh, kupton se fanatizëm. Është fanatizëm, se në zonë fanatike, më fjalë Elbasani, Librazhi këto vende pa të zhvilluar, imagjinoje Shqipëria, se Shqipëria tash ka ecur që flasim tjetër koka që, tjetër mentalitet. Po. Është se dita me natën, nuk ka fare. Nëse nuk ja prish nëna, thot, okay. Mirë, pa ai kishte një hile. E kishte përpunuar hilën, babai. Ai bën dashuri me atë. Mund ta thomi këtë? Po. Po, lutem. I foti dashuri ai për atë fundin me plagë, se kishte baj, 7 kalamaj kishte, edhe e lën 7 zan. Po. Edhe gjyshi ishte gjallë, po se kam njohur. Shufisnik, edhe gjyshi ishte gjallë, pak i kam njohur gjyshit. I thot, po ti pse qesh birë? Se doshe shumë nana, ne jemi shumë nga ana e nanave. E dom shumë nana. Nana për gruan, për motrën neve, mbajmë namin. Edhe gruan besoj që kam si queen, edhe adhurojnë atë mënyrë, duhet ta shikojnë atë, pavarësisht si jeta ecën. Edhe qesh thot, nana thot, s'ka bëjë, nana thot, po do çesh gruan në birë? Po, thot, ka marrë punë. Ai kishte ndamën. Atje thot do ikit bëjnë thot pak të ngel shtatzan, si do që jetë puna, Michel, ajo është është e fundit, thot, bën çadet. E kishte sinqer. Del atje thot, po gruaja ime thot do shkojnë atje thot dhe marrën punë, se duhet kuzhinier, dushin gati ishin gjithë veta. Si përfundim linda unë. Pra ishte e grulla që erdhi që tha, ore, ta lëm shtatzan gruan bën çadet atje edhe. Mirë. Sa ke dallim nga si më thon vëlla apo motra? 4 vjet. Me fjalë tjera, ajo fëmijët tjerë janë përfunduar, si më thonë. Sigurisht është përfunduar sezoni, 7 kalamaj. 7 kalamaj s'ka fazë. Ti ishe surpriza e fundit e Kuruvës. E ke parasysh ta bëjmë të neve bën çadush, pse fu fare çunë Kuruvë, prandaj dola edhe me sy blune. Tash nuk e di. Ma thuaj si kanë qenë vëllezërit motrat, nga që ishte ai dallimi me vjet. Ne i kemi thonë sugari i shtëpisë, nuk di nga vjen ajo fjalë me të drejtën, fjala sugar, po do thotë i vogël i shtëpisë. I vogël i shtëpisë gjithmonë është pak është llastuar, e kanë lazdruar, si thonë ne. Po të thosha diçka nuk do më besoje. Vëllezërit e motrat i thrishin nënën e çimit. E kupton? Po. Do mund të ishte ai është, mi bëra me nënën e çimit. Ai është nëna e tij. Nani është për gjithë, më fjalë gishte, po do të gishte. Edhe pak më nga çimit. Se pa, i kam tash shumë plejst deri minutën e fundit. Unë kam i veti që kam dëshmitar vetë punë, po nuk do të them. Unë s'mund të haja do të një akullore, po t'jap një frazë. Pa menuar që nëna ose babaja nuk kanë hangë ose fëmija ime, ose familja ime. Nuk mund ta fus dot në gojë. S'më shtyn dot. Do më keni qenë të lidhur në këtë një lloj përkraj. Edhe akoma edhe fëmijët e mi që kam sot, kam 3 kalamaj, kam 2 çuna dhe një gocë, Romeo, Sin dhe Jason, i përshëndes fort babaj, i kam fantastike dhe kanë marrë një kulturë nga jama fantastike. Jemi rritur në këtë. Nga një që nuk ma thonë shqip i madhi, se nuk e flasin shumë mirë, po atë frazën si që flasin neve, thot, nuk u lëndoj do të ba, thot, më dhëm shpirti, thot,
Më dhe zemra, nuk e thot do që, po më dhe zemra, thot. Nuk mund të lëndoj dot me fjalë. Po, shkollimi ishte në atë kohë aty në fshat, pastaj me shkollë të mesme ku ke vazhdu? Në Polis Gostim quhet, në 87 kam marruar. Fatishe me fatë sepse marrova shkollën e mesme speciale, specialitet quhet, Zë Veterinari. Ishe 4 vjeçare, mi fjalë, nga që kishe shumë student që shkoshim, se na doli bursa për të shkuar në Zë Veterinari në Shkodër ose në Tiranë, po nga që ishe crowd shumë, edhe nuk kishin dhe çfarë bën, kishin nevojë për Zë Veterinari dhe hapën degë speciale, 4 vjeçare, Zë Veterinari quhesh. Specializuar vetëm për këtë. Fjalë, unë kam punuar një vit para se të shkoj, se unë kam marrë dhe shërbimin ushtarak. Fjalë, ushtrin, 2 vjet. Do të thënë që para se të ikën unë kam punuar një vit Zë Veterinari në këtë zonë. Ishte shumë i ri. Tash, nga kjo, mbasi që përfundova shërbimi ushtarak, du të kthehem dikun, kërkoj falje, te lumi, e rritur afër lumit. Mi tregon ato momentet gjatë verës mia kur kanë shku mula, jam i bindon ose për peshk. Se unë i kujtoj në fshatin tim, ato është një... Ti po më detyron të flas gjërat e shpirtit që s'kam folur kurrë me dikë. Po jo, po aty o lezeti, aty o knatësia. Po beson që unë kam... Kem shku për peshk na si fëmijë, më bleshën gjithë, si më thonë, fshati. Do më besoj që unë jam mbytur 3 herë. Në ujë. Kam rëlidhur 3 herë. Unë besoj shumë Zotin. Kjo ka ndodhur. Unë jam dhuratë e nanës dhe Zotit. Isha gati 4 vjeç, 5 vjeç. Do të tregoj një aspekt. Ishte diel, sot i me diel. Oh my god, perfect, e diel. Në orën 6-7 e mjezit, ka qenë në kohën e nga fundi majit, gratë tona kanë qilimat. Kur është kohë e bukur, shkoshin shkomi, ashtu ura, që them ura e bukur, që thonë ura strategjike, kupton, ura e kamarës quhet. Edhe gratë nga ura, poshtë vjen si hark, nga që rrifen nga shkembe, dhe vjen si hark dhe vjen kalm nga dagët e fuqisë, lume shumë fuqisë, dhe kalndam, dhe kur vjen kalndam, bëhet si tip hurdhi, thomi neve. Është dalet si bëhet hurdh. Ke pasur çfarë hurdh? Po ide, po. Edhe ishte një grua, Zigjinia, tole, pas rreth ka vdekur, i thonë, dhe bashkë me një grua tjetër lashin qëlimat çdo diel. Kanë qenë shumë punëtorë, s'kishin sapu, po me lashin rrobat, qëlimat më tepër. Edhe shikon ajo, po vjen një kërcuj, thomi neve, dru. Zigjinia thotë, po vjen një kërcuj. Shikon mirë, pa s'është kërcuj, është një fëmijë i vogël. Unë isha mbytur. Si kishte ndodhur? Babai dhe nëna ishin gjumë, ishin 6 mjesë, 7. Unë qonë si gjithmonë shkosha i vogël, të zia venin e peshkës e mazishin. Ati ishe psikologjia me. Shkoja të zia venin e peshkës me kalamin, i vogël, 6 vjeç, 5-6 vjeç. Për rëshqet kama dhe bie. Shkomin e shumë i fuqishëm, për i 6 vjeçar, shë pa mundër. Gjithë se unë dhja notë, shë pa mundër. Mi fjerë, rëshqet kama, bie në kokë, këshëra në kokë në gurë, edhe unë ikja. Hedhe atë qëllimin që më tërgoj pastaj. Unë isha pa ndje fare, do mërzdi Servin. Ja, edhe? Edhe hedhe dhe me njëra tjetë kapjen dhe me nëzire nga lumi. Me japin atë, këthejmë për mbës, i bje nga mbrapa, sa kishim atë mundësin ato, përdor ato, dhe në shtëpia, tak. O daja sani se shoj thojene. E ke qonë në shtëpi? Po më thot, del nana, po qonë në shtëpi, në kravat, thot, po fle gjumë. Ku t'ja është? Kjo është fëmijë im, ku jetë këta? Ky tha, ky ishte mës lume tha dhe kishte marruar në botën tjetër tha. Unë për ta që po qaja, kuptinë fjalë se unë nuk po qaja si isha mbytur. Po qaja si ke gabuar, si ke dalë. Qa gabime James. Do haja dajaga vlla. Unë kisha frikë në dajagut. Ti duhet Daja Hasan. Pa kë. Po ku pit Hasani më burraj këtë. Ai doja thoja. A shpëtohen nga dajaki aty? Më të lutem ato. Do të them diçka me 3 gjëra, do të ditem diku që mua më dhem. Prindet janë hasmi fëmis, hasmi prindit është fëmia. Po.
Tash kemi fëmijë dhe e kuptojmë të. Por na dashuria na nëse është e pafundme. Ka shumë gjëra, shumë dashuria. Kurse dashuria e babait nuk njihet. Është ndryshe. Shpreh ndryshe. Po shkruaj diçka për babain se nana, unë jam fëmijë, jam çu mamaje. 100%. Do ta them diçka, po nuk dia mund ta them apo, mund ta them apo, po ma kujto do ta them, po s'mund ta thosh do, po mund ta them. Po më ngacmove. Kurse dashuria e babait është e kam kuptuar në minutën e fundit që ishte një skenë se babai gjithmonë rough, këtë se babai është roli rough në Shqipëri ishte në këtë mënyrë. Nuk babai kur qeshte babai im ne jeshim qafë. Ishte shumë e pamundur të qeshte, sepse ai është autoriteti. Po, kanë qenë edhe koha mentaliteti. Edhe kanë vuajtur. Kurse unë fëmijët e mi nuk e kam thënë që unë jam babai juaj. Tjetër gjenerat. No, sepse ndaj shpinës time nuk duaj që të sidhja, duaj që të përqafoj fëmin, që më mungon të përqafinin im dhe unë të hipja në fëmin tim. Edhe unë them këta, dal në konkluzionin tjetër që dashuria e babait është shumë e madhe. Edhe unë them këta, edhe nëse fëmia nuk e do babain, dashurinë që ka babai për fëmin është e pamundur dhe është aq e mjaftueshme sa nuk ka oqean ose hapësirë ynore ta mbulojnë. Mos harro, nëna është ujnore. Po dashuria e babait është shumë nuk duket. Ja, nuk duket. Janë lot që qajnë nga brenda. Po, nga brenda, vërtet është, vërtet. Sidomos në atë kohë që edhe mentaliteti ka qenë. Me fal, edhe unë këtë pashtë me babain tim atite. 6 vjeç. E dilë që lota në kishë qarë kur. Edhe u mendova, mas ka ish vite, shtash, si ka mosi që ai qante në atë mënyrë, në atë kohë, në atë sen ku ai s'kish bjernane të qante për të çka. Të kalamaj, çuba, 7 kalamaj. Ti pritje dajakun, por I pa lotët babait. Këtu është mohabeti. Unë ishej për këdhelër, s'kisha. Po, morëm vesh ato që ishe. Mo vinte afronte por kurrë të më godiste. Jo, ha. Ti e di ngorte ba moja. Ti e di ngorte. Do të dëgjojmë tash modat e vëllezërit e tu. Ata din që unë jam I për këdhelër. Po, ti ishe, mami ishte jote, jo I tyre, me fjalë tjera. Nëna qimit, babai qimit. Nëna qimit, babai qimit. Por të themi që me plot gojën them I kam dashur shumë plejt. Kam dashur, qofse ti më beson mund të pyesësh këtë dua. Deri minutë fundi kam mbajtur, kuptimin e mirë fjalës. Edhe kur kam qenë I ri, edhe kur kam qenë mosh madhore. Miqëri kam mbajtur. Jo vetë se më marrin ata I mbajtur. Do të hidhem në një temë shumë të vogël, do ta them këtë. Brezi im, më ta them me plot gojën, si për baban, nënën, motrat, gruaja, familja ime që kam ndërtuar, kam bërë veten time ur kalimi do të thoja. Ose si një përdesy që është një hurë dhe thomi në bebalt, dua ta vej sipër dhe të kaloj mbi atë përdesyn. Që të kaloj mbi një fazë tjetër. Edhe unë do ta thaj, edhe do ta jom prapë dhe do ta hekuros prapë. Kështu e shikoj vetën time. Është brezi nuk besoj do lindin me këto breza. Nuk dua që t'i jap vlera grata brezit ton, por besoj që ne jemi akoma në këtë mentalitet që duhet të bëjmë më shumë për tjetër se sa për vetë. Unë dua të shtoj këtu. Ne jam brezi që e pam, si më thonë, atë vujtjen, sakrificën, dhunën dhe e pam botën moderne. Ne pejtojmë që dy botë. Ndoshta jemi me fat, ndoshta jemi. Ndoshta është me fat. Ishte koha. Unë mendoj është më shumë ngarkesë këqim. Është një ngarkesë më e madhe, po ja fati desh I tillë, që sidomos ne si e kaluam në Kosovë okupimin nga viti 79 deri viti 99. Ai ishte akoma në atë epokë ishte terror. Jo terror, është shfarosje etnike. Shfarosje, ajo, si më thonë, unë habitem shfarosje. Unë habitem që Çakja ose lirdit e saj janë akoma që I përshëndes fort, nuk do të futem në politikë që unë kam feminat, por që të quhet terrorist, që të quhet një, si të them, një terroriste, si që kanë që mundon të futen atë. Ne dim që lufta fshimve tanë, sidomos. Pra nuk do të futem në atë. Jo, nuk do futemi. Është një gjë që për mua në Shqipëri, është sublime sakrifica e gjithë atyre burrave që bën, ata që vdiqin, ata që shkuan në atë luftë. Po gjithë ata njerëz para atyre që hongren vite pafundburg, që të vinë këtë pozitë, ku ne do ta gëzojmë këtë liri. Njëjtë edhe Shqipëria I ka pas vujtit e veta para 100 vjeç, edhe në luftën e dytë botërore, po unë prapë do kthehem, sepse ti din qëllimit e ti theu ku duhesh ti, jam me ty se kam nga materiali. Është aty ai lumi I bukur edhe I ëmbël, lumi I shkumbinit.
Aty peshkun, këto më intereson, du të kthej. Peshku. Kur dini me fëmijë gjithë, fëmijët e mahallë, si thonë, me kushërie, me vëllezër, çfarë lloj peshku ka pasur në atë kohë? Se unë nuk e di. Ne thomi Milysh, Si thoni? Milysh, Ervin e dieta. Besoj Ervin e njeh? Po, bravo, e Luka ka pas. Ja, zemra. Milysh? Po, Milysh. Për ne aso atë voglën atë ona, e di shumë mirë. Ajo është e madhe për të, e voglesh për të. Po, Milysh, apo Milysh? E di. Milysh, a? Çfarë është lloj peshku që Ka rritet i në lumë që shumë? mustaqe kështu ai. Po, Ka kokën e madhe, ba, është mjalt. Edhe ai kapej, kjo është për një karakteristik, po them. Se shkomini është i fuqishëm dhe vjen nga shumë degëzime. Dhe është lumi pa parë. Deri tash nuk është në kohën e partisë u prish pak nga sepse lashe mineralet në prenjas. Prenjas, Dhe mbesh atë ngjyrën e saj, po është shumë i fuqishëm dhe është ka një biometri do thoja të paparë. Është vesh shteron, po dimet është i pakapshëm. Është shumë i fuqishëm. se vin nga malet dhe Është shumë i fuqishëm. Dhe e ura unë abitëm se si e ura reziston atë. Unë kam shkruajtur për urën, faktikisht urën mirakse, se nuk pe mirë mbajnë, tashin ka filluar të mirë mbajnë, se po kanë heqë gurë, ti marrin gjanat këtu, se arrin ajo. Nuk e kuptojnë në rëndësinë se sa. Po ta kishte një shtet tjetër këto gjanat, a di si do bërtisin deri në qiell, do ishte me satelit, do të dukshë me drejt, kurse neve imposhtim këta. Edhe do të thoja për shkuminin, i thoja, shkumini është martuar me këtë urë. Kjo urë është unaza shkuminit që e ka vurë në dorë, e ka vurë në qafë. Dhe si shine, si gold. E ka mbajtur të me qindra vjet atë shkuminin plak, me mjekër gjate dhe me flokë gjata. Edhe thotë, nuk ikën, ti e martuar me mua. Unë këtë e lidh me dashurinë, që ka dashuria njeriu për njeriu, ku ekziston dashuria. Unë shikoj atë dhe më mbush se vdes për poezi dhe këso janë jam i papar, vdes për dashuri. Tash. Shkoj ke Milyq. Te Milyqi. Atë ke pikdovët. Apo jo, se unë si fëmi, arsyeja pse pyese në fshatin tim ku kam jetuar, në quhet fshati Hogosht, kam pas një fëmijëri shumë bukur. Hogosht me otolisht ka lidhje jo? Jo, ka shumë versione, është vend ku është rritur dardha. Gjitha llojet e dardhave, të egra e të buta janë rritur në atë fshat. Ndoshta relievi ku është pozita gjeografike dhe si më thonë ato janë ca ledina që pastaj fillojnë një varg malet më të vjetra të Evropës, quhen malet Rodope. Sipas ku e di me gjeologëve, është dikun 50 deri në 60 milion vjetra. Llogaritën që janë malet më të vjetra të Evropës. Edhe njihet për ujin më të pishëm, më të pastur, më të shëndetshëm. Po ajo zonë ka nga fshati ku vi unë, është komuna e Kamenicës, tash i thënë komuna Dardanes, edhe shkon dhe ai vargmal kalon në Serbi atje. Se ata e kanë ditë kur e kanë coptu djathtin, e kanë ditë ku me coptu djathtin. Po unë aty në fshatin tim kur si fëmijë më mend, shkonin për peshkim. Me vëllezërit e mi kanë qenë kushëri tjerë edhe njerëz nga mallë të ndryshme, se fshati im Hogosht ka pas një të bukur që edhe pse s'kem qenë një gjaku, se ka qenë shumë fshat i madh, nuk ka pas martesa mes vetë aty, kur s'ka ndodhur. Ka qenë një lloj respekti që edhe pse kanë pas drejt martohen. Ndoshta për gjakun ose. Jo, shqiptarët këtu është bukuria jonë që ne kem pas kujdes që tikem martesat i bëjmë nga gjenata 9-10 e tutje. Po kjo është traditë e bukur. Kjo tradita jonë që neve na kanë bajt edhe te ne nuk ka pas shumë devijime, si me thonë, e kanë ditë, e kanë kuptu, nuk di si pse e kanë kuptu, po te ne nuk bësh martesa, po rishim gjithë bashk. Po ka qenë një begzadi. Ja, si puna jo dhe kështu, ka qenë me muskë. Ai futeshe aq thellë. Mas më thuaj. Thellë atje. Me dorë. Me dorë mor burr, futeshe dikun deri 3 minuta, 4, mo vdiç ky. E një tjetër e mbante, ai gojen kështu, ja mbante këmbët që ta ngre. Kur dilte nga aty me 2-3 peshk, ne kem thon krap, nuk di si quhet ai peshk. Krap. Po ai shfar gëzimi kur i gjunte peshin atu bërtit fëmia, edhe në fund ç'a bënin? I ndanin gjithë. Begi edhe vllazërit e tij, edhe vllau im shpendi lulëzimi që aty, Hakiu, gjithë ata kushërit, i mirëshën e vëzhin, ti ke 2 copë. Çfarë dashuri. Po, edhe ne fëmijët e vogël na i fshin një pak më të vogël, kaç. Po prej qafës. Po, shio më zona, edhe kuptohet kur shkonin në shtëpi na hashin peshk fresh. Çam kujtohet. Nëna i fërgonte me buk mistri.
sa ta bo shumë mirë, pak hudër e këto i përzinte, i bënte me buksmisli. Unë nuk i harroj ato, edhe pse unë kur peshku nuk është që kam pas një shihet malë ndaj peshkut. Do peshku, nuk e frekonton shpesh. Jo, sepse peshku në detit është më rëndë për mua, jam mësu me peshk të lumit. Është tjetër. Në pasës ka vete. A ne do dal aty ke peshku shkumine, patjetër. Shkumine, tash një peshk shkumine, nuk e di të tash po shkosh. Ka një shije komplet fantastike. Mi fjalë me çik meze me janë, kështu thuhet ku jam, nuk ekziston. Do dish i gjatë gjën. Me ato mustacit, a? Do të rregoj dy aspekte pse nuk ekziston. Fauna shqiptare është shumë e bukur, edhe ne jemi me fat. Ku po vishim lart i the në sistem e the Shqipëria. Çe thesh para? Po. Unë flas për Shqipëri. Mua era Ania, velat e Anies time ka shtuar gjithmonë lart Shqipërisë. Nuk doja. E kam kthyer gjithmonë nga Shqipëria, por nuk e di, ashtu kanë ardhur punët. Mirë, jeta jonë është shumë e komplikuar, ne e dim se do t'rregoj neve vinerdi, ne boshim vargje, edhe fuçim karremat, vargjet kaqen. Vjen, kupton? Boshim vargje me një poshtë neve dhe fuçim karremat tak, e liçim trekat e copa dhe sidomos kur vinte uji turbo, gjithë çunat e vegjël ose mosha jon dilte me atë. Kaq një shkop, meshëm atë rrapin e holl ose shelgo diçka ose ishte kaq e bëshim për tek i thomi, e lieshim i cop me gjithë me filispe, po gjithë filispoja ishte gjaja më e madhe, po mi fije peni që ja merrshim nanës në xhep të bërtista ajo, shkret, babta, ai ishte me lek. E shkoshim dhe hillshim vargun. Po ishte shumë i rrezikshëm, lumi shkumina shumë i fuqishëm. Shumë i fuqishëm, edhe kisha rrezik bien edhe mbyçja dhe nuk kap dot, sa shumë i fuqishëm. Dhe të shkoshim ne në janë ku ishte çik pak e vogël, e hillshëm atë. Ai karremi ose grepi ose vargjet që i thomin ne. Peshku ky krapi që i thomin ne, ky krapi se më ngatroi me krap, më fal, me mustakun. Mustakun, po. Me lyçin, thonë. Ai kishte gojën, sa e hapte gojën e kapte, po do të ishte shumë i shpejt që ta nxjerrë se të binte tokë. Ke përshësh, do të ishe shumë i shkallë që ta nxjerrë. Sa herë hikte, kapshe me dorë, një hidhe shumë larg, kupton? Me fjalë do të ishe shumë mjeshtër ta nxjerrë. Dhe ta ndanie ku e triste pam frape nxjerrë lart, edhe hidhshim, sidomos ku ishte i madh, hidhsh. Ai ishte më i madh nga një hidhsh kështu për litej në për ato shelgjet e vogla rraj, bashim gjithë bar, po kënaqja ku shikoj varkën se kapshin ato vargje të tjera. Kurse tjetra ishte ku ishte kthjellët. Është një qershor. Edhe fillosh ato lapat e rrapave, hija rrapet shumë e rëndshme dhe e bukur. Shtu ishin ato rana aty. Çuna çfarë bënte, kem kapi pers. Isha ora 12:30, se shkumina ishte ftohtë. Fuçim me mrena, nga që ishte ftofët, shkoshim jashtë, rani ishte nxehtë, gjofshim çik gjokse këtu se të meshim që fumar ishte, fuçim prap, kuptoj, bashim kështu në çak ata dhe on fat, shtrishim. Haçura gati. Fuçim thellë, sidomos ke kamë urës. Pse është thellë? Shkoshi për të kapur peshë me dorë. Arrishe dhe shikoshin, kapim njala, ai faktikisht ishte gjarpër. Kafshin gjarpë dilte me peshk ngoj. E i thoshim me fjalë me notë neve që të kafshin gjarpër, të hishim peshkun, që t'ja merrshim neve. I madhi. Shkeqim, do kaloj te faza mbas ushtrisë. E di që ke punuar si truproje me këta të mëdhejt e na flet pak për atë kohë. Truproje nuk mund ta thoja, unë kam qenë gardist. Ke qenë gardist, lutem, po. Do ta them shqip, nuk do të mbulohem nga kjo. Sa realiteti i këtij podcasti është podcasti juaj, podcasti juaj është realiteti dhe oda, edhe fjala e vërtetë. Dhe çdo njeri që do të vinë ose do të shpalosi këto do t'i thonë ashtu gjëra siç janë, se ndryshe s'ka nevojë të bëjmë, ku i thonë italian la chapelle, të mbulojsh. Po. Unë ishe përzjedhur nga që një nga vëllezërit mi ka qenë oficer i thjesht, ka marrë shkollën e oficerëve, ka vdekur sot. God rest in peace ku është atje, edhe nga që ishte plaku ishte se zgjedhshin njerëzit. Njerëz me të besuar do thosha. Kupton që nuk mund se kishte të bëjë garda ishte përzjedhur. Ishte ajka nuk do të thosh e ushtrisë. Ajka e qendresës së sistemit, pushtetit asaj kohe. Po. Mua mu zgjodh nga që ishe i përzjedhur, kuptim në fjalë se shishe background çfarë isha, çfarë shkollë kisha marruar, edhe nga ana psikologjike dhe çfarë njeriu është nga vjen, edhe përzjedhshin njerëz me të saktë të thoja, me të sigurt për mbrojtjen e kësaj. Edhe unë zgjodha fatikisht që zgjodha në gard, kam bara 6 muaj stërvitje në Mëdhet.
ke pasur shkosh Mullete, ka pasur Ervini, shkoshim imagjinojmë 5 mjesë na zgjoshën ose 4 mjesë na zgjoshën, ke Mullete lart, është kalonte një lum aty, lumi i Zen, nuk e di kush se ka emrin Zen, nuk se ka, mos gaboj. Fuçim Lakuriq. Të ftohtë në janar. Do ishte dëruar të fuçem mjes në lum, kaloja të ikishe me radhë vishenien çdo mjes. Ishin 20 vite intensive. Pastaj kishe judo, kishe gjana, ishe përgatitur, pastaj ndashën çfarë degë do ikje. Me fjalë çfarë përgatitje kishe, mas 6 muaj do të zgjidheshin ku do shkoja. Me fjalë shkoje ke 312 ose shkoshën bodyguard diku tjetër ose shkoshën Reparti 312 ka qenë pjesë e gardës. Ka pjesë e gardës. Okej. Me stadion dhe ishin me të përzgjedhjet. Ata ishin për tjetër ndërhyrje të shpejta. Kurse mua me Rafatet isha me Vajgjel Çaravën Korç në atë kohë. Nuk e di e njeh. Jo. Po. Pastaj nga atje ashtu ndodhin diçka që ndodhen trazirat e fundit, pastaj kam mi fjalë që ndodhen trazirat u vajtëm në Vila e Ramizalis. Aty ju pozicion, si më thonë, ju dërguan për me punë. U detyruam të shkojmë atje, mi fjalë dushin se po ishin nuk e di mamen trazirat e para. Po, si fëmijë kanë pa, kanë qenë. Ne kemi shkelur, kemi fjalën me çizme, se ne ishim nuk ishim ushtar, thjesht ose ne ishim me flok, ishim civil, nuk na njeh dot. Ne kishim thik dhe një mjet tjetër që pisoleta me vete gjithmonë. Ishim të pjesa e mbrojtjes domosdoshmë. E gardës. Ishte gaz speciale do të thoja. Kur mbaj mend që po desha me tregu, ka qenë në Ramizalia. Ramizalia për mua ka qenë nuk e di a mund ta them apo jo. Po. Ka qenë do thoya shpëtimi i gjakderdhjes. Do të thotë është ai që nuk i lejoi që kur filluan trazirat që mos krijohet gjakderdhja në. James ishte shumë e thjeshtë, u hodh shashka në kryeministri. Ervin Mamen. Aty filloi një tundim sepse ushtari kishte frikë. Ushtari është, se kishte ushtar. Kupton, pastaj vinte garda, pastaj vinte urdhat nga ushtari, se ishte ushtari i thjesht që merrte urdhat nga Ministria e Mbrojtjes. Pastaj nga Ministria e Mbrojtjes urdhët që mund ta jepte ishte garda. Dhe Dane Bine, e përshëndes fort, nuk e di është gjallë sot, ka qenë komandanti i gardës. Edhe në ata urdhër, se ne ishim nga dëshmëri 24 orë, pa gjumë. Dhe Geuer Lanës ka qenë ishte gati se ushtari ishte me automatik. Se po shtysh ushtari, po kupton. Edhe neve flisim, si ta them. Neve jemi zanë, më mend jemi zanë komisar, se ka pas komisar në komisar politik. Politik, ata ishin shumë të vështirë. Komandantët ishin me open mind, ishin me të komisarit ishin idealist. Edhe jemi më ke reparti që ishin një natë që gjithë të rëmuese ishin gati do shtemi, do bëjmë, do vrasim tani, edhe ishin disa komandantë që nuk mund t'i përmend dot emrat edhe neve, po konfrontoshim, po ndashim grupe mrena. Are you serious? Do stini kundra vëllezër është vllai im, ishte Jao, Mediu, ishte Nazmiu, ishte Shapamundur. Ku shkon kjo? Mirë po, fjalët shkoshin në Ramizali. Ndishe ajo aroma ose era e barutit, e gjakut. Po edhe një pak natësi mes radhëve. Sepse ishte idealist, po ta them prap, se kishte komunista, po kishte komunistë që idealist, kishte komunista që ishin shumë se komsari ishte komunista. Ishte si ta them unë. Ta ka e quajtur komesar politik. Ai ishte detyrat ishte që të mbante idealizmin. Demokragjia, ajo është. Do të prap aty shumë shpejt, me fjalë konfrontohem ne për tu ashtu, se ishte martosur dhe ne dy grupe vëllezër me dhe. Imagjinoje të shkojë pastaj kjo Erlandës. Ne po hashim aty. Ishte në thënjishin në 10 ku bashën votat e para. Më mend si sot kur ka qenë pas Rahmet Ramaz Fatosnat se vdiq tash, me palësyze të mëdha. Ishte natë nga sa liberishe këto tjerë, kupton grupet e demokracisë. Arben në Imami këto. Më se sa isha kam qenë në pjesën e hyrjes. U futën, ke pasë se këto nuk e di a mund ta them, fune as më vret me fare. Në atë kohë nuk kishte burra. Kuptimin e mirë fjalës, trima. Regjimi ishte regjim. Më kupton çfarë do të them. Po ta vinte synë të hiqte, them në realitetin. Pra, nuk kishte burrnik, të që ishin sot që unë isha këtu i pari, dyti nana. Po mos thosh Ramizalia nuk kishte bërë nanet kalonte. Tash
Ishte ai që tha nuk do të ketë Ishte Dane Bine dha urdhën më mend Dane Bine dha urdhën, nuk e di ai as më kujton fare, po ta më shohë, nuk e di as gjallë, pse kam idenë. Jo kam se ke futur një gjë që se kam thënë. Rregull, po Dane Bine ishte më mend, ai ishte superiori jon, tha nuk ka bienan që të kushdo që të japi urdhër pa kaluar nga dora ime, nuk ka bienan të shtin kundër popullit. Ne flas ke Orelanës, kam qenë ke Orelanës. Ishte bezi i tretë. As Shashkës që është edhe në kryeministri. Pra, me pak fjalë ai dha urdhë. Jo, nga aty pastaj doli Ramzalia që doli urdhë direkt, e më shumë mirë që nuk ka bjerë nane të shtin ndaj popullit shqiptar. Kurdo që të jetë. Edhe çfarë do pasojë. Edhe sikur të konfrontohen, than. Konfrontohen, edhe vetëm kujdes ta, çifni armët, sepse kishte edhe njerëz që kishte edhe ndoshta edhe sigurime, themun që vetëm mund të provokonin, them unë, kjo është një ide ime. Sepse ishte një fal ose ishte Serbia, ose mund të ishte një konjunkturë tjetër. Ishte shumë e nxehtë. Nuk di se si vaj vulkani, nuk di se çfarë do merrte përpara, se ka do ikte në Elbasan, Librasha, apo do ikte në Peshkopi, apo do ikte në Vlorë. Ishte shumë e fuqishme ai llav. Por dikte, edhe them me plot gojë që Ramizalia nuk ishte, edhe nuk e bëri atë që bëri Ceausescu në Romani. U devijua. Bukur. Mirë. Jam shumë i sigurt për këtë. Nga ty ke dalë, më duket, kur erdhi demokracia, ke bërë një lëvizje pa në Greqi, ke dalë si shumë emigrantë tjerë. Si ka qenë koha në vitet 90-ta? Do thot ai kaloi kufinet të vriste shqiptarë, pastaj Greku ishte një nga Greku, populli grek dhe Greku, ku thoshte nëna ime, ka dyshim. Greqia në vetveten në vitin 70 ka pas folur në parlament në gjuhën shqipe, me kupto drejt. Po, nga Arbanitis. Kurse Greku ka hyrë në Korçë dhe ka dhunuar vajza shqiptare. Me kupto ku do dalë. Po. Në kufi me Shqipëri ishin gjithë ato nacionalistë grek që po të shikojnë shqiptarën, thoshte të çajmë zorët, t'ja marrim, e të bëjmë top për të luajtur futboll. Po. Duke respektuar Grekun. E dua shumë popullin grek sepse më kanë ndihmuar. Kam shumë miq, mos kish kuptojmë te, mos ta kthejmë ne te. Mos të ndrajnë politikën nga. Kam shumë miq dhe dashamirës dhe mjesht fantastik që kanë ndarë. Shifun jam nga ata që mendoj që në fundit ne diku në antikitetin lashtë jemi një familje. Kështu e mendoj, herë trakasit dhe i lirë. Tash nuk jam historian, nuk do të futem. Të bëj një pyetje, është shumë e thjeshtë. Zoti thonë që është në Greqi apo jo, që tregojnë. Po si ka mundësi që ky guj ra mund në Greqi dhe nuk ra në Shqipëri? Se po thosh ishin në Afganistan ama. Po ne jemi një popull që jemi vëllezër motër. Po ta kapësh akshe. Një tradit, një asaj. Do thonë ta, ora çka të gripën neve. Jo, se un kam jetuar dhe shikoj edhe traditat tona popullore, po ta kapsh çami kot këta janë vjedhë me njëri tjetër ose janë vëllezër motër këtu do dal. Nuk e di se si quhen shqiptarët ose ç'mund ta quhen tjetër. Muzika greke më pëlqen, un flas shumë mirë greqisht, flas shumë mirë italisht, frëngjisht, anglisht, spanisht, çfarë dush ti. Por nuk është puna asaj. Puna do thuash vërtetën, ç'është vërteta. Ne jemi komshi, jemi gjiton dhe do të cilëm në këtë mënyrë. Si ata me neve, do të di këte. Në shqiptarët e Greqisë kanë vujtur aq shumë nga prezaljet dhe nga poshtrimi sa nuk flisje do të shqip në autobus. E jo më thoj që jam shqiptar. Kurse sot u hiq kapelen, kanë hapur shkolla shqipe dhe 95% e bizneseve në Greqi janë të sunduara në thojza nga shqiptarët. Është 95% pare shqiptare dhe është kontrolluar nga shqiptarët. E ndëgjova një nuk është mburrje, po është thjesht fal punës. Fal punës, se kanë vuajtur. Po, është fal punës. Shqiptari është punëtor, Xhem. Po edhe në atë kohë kur dolën shqiptarë nga Shqipëria, dolën nga një fazë shumë e izoluar dhe ishte kohë shumë e keqe. Por dua ta shtoj këtë. Kemi bërë edhe neve, shqiptari ka bërë shumë gjëra. Mirë, shqip. Si çdo popull tjetër që është në emigracion. Ne thojmë mal pa uk ose ujk, edhe fis pa pis nuk ka. Tash nuk duhet fokusohemi te 1%. Po e vërteta është. E vërteta shumica ishin njerëz punëtor, familjar, që dolën thjesht. Po dolën nga burgu faktikisht në atë kohë. Ka pas edhe ato, po. Por pastaj më duket u lodhe me Evropë dhe vendosi të vish në Kanada. Ma thuaj këtë lëvizje këtu. Se kjo ka lezet, kjo ardhje duhet gjithmonë të ja di mendimit
Kur u mor ky vendim që të vini këtu me Arket? Ti më bëjt pyetje që unë të më gacmon shumë Po mirë tash, po kam qef me ditë. Ervin, nuk e mërzite? Ervini është një... Po, Pse s'bën pyetje tjetër? jo. Ta them unë, të ndihmoj unë, të Qa ndihmoj. pyetje? Hajde, qa do? Ti më shkon ke, mi fjalë shkon ke koka, mi fjalë, më la kamë pa la kokën. Duhet la koka që të shkoj ke kamë. Thuaj jo, s'ka problem. Kthehem në Shqipëri, kam qenë para, ishe beqar. Isha, e mbaja vetëm. Kam qenë shumë qefli, e dua bukurinë, më pëlqen e bukur. Po, Jetoja vetëm, isha me vëllezër me moto, po jetoja vetëm, kisha shtëpinë time, apartamentin tim, fuçë mresha të zis, kam e dua pastërtinë dhe e dua gjën e bukur. Po. Traç ma bete. O jo si e për mua. Po më deshe, një herë u dua miliona. Po është shumë vështirë të më thyesh. Kur më thyen pastaj është e pamundur që të kthehem në Shqipëri për herë të parë, për herë të dytë. Ishte trazia, kaloshim po nga malet. Unë s'ka pas asnjë dokumente. Kur. James, po të them se kalon ti ke trunit, ti thua ik, është pamundur. Për leshe gjana, mes plumave, harroje. Edhe kjo është e vërtetë që them. Iki, se kisha pleqt. I doja shumë, pa i patë nuk rria. Kthehem. Mirë po mësuesja ime e fillores ishte nga Korça. Sa më shikon mua thotë, "Oh, çiva, zot sa i bukur je, kam i gocët." Unë i ka pas vdekje të martosha. Nuk doja. Që martu të gjitha dhe unë doja lirinë time. Më fjalë, atë që urren ajo të vjen. Edhe unë jam martuar me mbledhëri dhe mu ta them këtë me plot goje. Me mësues nga... Me shkus. Me shkus. Pa të po ta them shqip. Me Sydney, kem Po ta them shqip. Ma po, bete. Ti pas ngacmon, po të them mund. Po. Që ta mësoj edhe tjerë, se duan, se neve thash të janë kujtime. Ju i thoni shkues, a? Shkus. Po. Po nuk mund ta thoj shkus sepse unë nuk kisha vajte për atë punë. Ajo më shikon, mësuesja, se kisha rritur, kisha larë, unë isha mësuese fillore. Ka qenë nga shtëpia ime, po se mësuesit atë kohë vishin nuk kishin flinë në shtëpi. Në shtëpitë e shqiptarëve, me fjalë fshatarëve. E sjellë ke shtëpia jon. Kupton? Njifte familjarisht. Patjetër. Si ka pasur me mësuesja? Shpatore. Ka vdekur God bless. Biles po them një gallat shumë të fortë. Se plaku ka qenë i pashëm i bukur. E them babës, kush është kjo grua, do fle me neve? Se unë flia me nanën me babën. Jo të keqë baba, tha se do fle me nanën tate dhe me ty, ajo fle me vetë. Fëmijë vogël. Ajo që është e kalon me shumë sport, shumë një vash, zotja e rujt atje ku është. Më thotë çim të lutem, kam një gocë për të bërë. Lem të race do ikem nesër. Mor për të lutem, vetëm shikoja, më thotë. Ishte ftohtë. Ishte janar. Kur u ktheve do të thotë hera dytë në Shqipëri nga isha maleve, do kthesha po male që do ikisha në punë nesme. Mas 2 javësh, më vjen 2 javë. Shikoj nanë babën, çojë një lek, drami, ktheshin, tashin, pishin se do i marrë familjen. Që i funit. Ata të mos kishin shtëpi të veta. Se nana thoshte ndaj, i thoshe plagë i doshte. Plak thot, më rita çunat i dua gjithë tiem bashkë. Ndaj çunat thoshte se bëjnë hac se shtëpi rrin flen gjumë gjithë ditën. Sa i ndau ajo o të keqen miku si punojnë ata. O të kazmë ata lutzonte toka të keqet. Me nënën me bab nuk bojnë ata. Mbas kishte bir nënën në çoshë nëna shkret atje. Haj me nusë shko mi lopën. Po se jam mësuese thoshte ajo. O se kap dot me dorë. Po jo më do hash mjesë do bëhet qumshit keqen nënën se pjoviçi lopën. Ja, më thoshte. Të keqen mi ata. Ç'a do ti 2 luk 2 sahana hec matan. Të keqen vllai ti, o të keqen e miku ti, jo mësuese, po të shifje çizën e ti deri këtu edhe punonte, ama lulzonte shtëpia. Ishte në rregull pak, shpëtonte se ec. Do të thonë që ishte vështirë në edhe për shpatoria që do dal atje. Ishte janar, e maj me si sot. Janar nga mezi, janar 10, 12, diçka e tillë. Janar shkurt, nuk kuptoj, po më shkurt duket se ka qenë shkurt. Shkurt po të gjen shkurt. Se është u 32 vjet më nusën. Po. Man keq. Ku është në Korçë? Më Korçë të ikje tash me çfarë do ikje? Makina s'kishte. Ishte në kohë ke pasur 95, 96. 95, atëherë jam martuar. Jam që e bukura. Për fat ishte darkë, ike me i palpuc, kisha blej palpuc shumë bukur, për taka shumë të lezetshme. I thomi nga trasene, po hekurudhi i thomi ne. Edhe meshim hekurudhin që t'ike, shkapja në Elbasan, se në Elbasan kam kaluar shumë vite të bukura, se kam njerëz atje, dhe me hiqe taku e pucës. Isha mi i motrën time, Sania ka emrin. Ajo nga qefe po hidhe i lartë. Se shqyqy që dushim mene mu, se nana thash aman të keqen, po vdes.
Ishte mashallah, ku vdiste nona ime, nona vdiste shit, 94 vjeç edhe me cigare me këtë janë. Po vdes keqe nona, vetë të martohet, shof në ty martat, shife po mbi të fikt. E ruja nga që e doja shumë, dinde, thash që po vdes, thash sonë edhe një letë me gjithë menë, thash, hajtë më thash. Nana s'dinte gjë. Ishte në shtëpia poshtë, në kemë shtëpi ke rrugë lartë, shumë vend i bukur. Marr rrugën me motrën, ikim. Po. Nëse s'dinte gjë. Mi thënë taka. Veçon një që njifja, që është motra e nusës, mi thja Dhandri, i shoqi i motrës nusës Ketës, si po ta them, kështu po ta them, motra i shoqi Kunati. Ne i thojmë Baxhenat. Po, motra e Ketës kishte burrin, mi thja Kunati, tha, i shkoj 5 minuta pak të se mund t'jenë rrëmuje ne, tha. Se të janë 3-4 motra edhe një vlakan, i përshëtes fort. Pak të mbejnë të dinë që bëhet. Ata s'dinë komplet asnjë gjë fare. Ke parasysh? Sikur të vish ti tash të futet hapi derën e Ervinut, dish, "Oh, çfarë bën ti mie? Unë jam filani." Po dale kush je ti? Pak a shumë që ta mbyllim mohabetin. Unë kam qenë me bishplum, nuk e di më men. Ke parasysh kaçorrel. Do të thotë sa foto thotë nuk jeti. Besoj që, po unë nuk jam dhe i bukur, po tash shikoj shumë, nuk jam. Vino, jam i bukur? Je shumë. Nuk jam dhe i bukur me gjë. Nuk e di si shoh po. Edhe ke sytë e bukur. Ndoshta. Po, sytë e shkumbinit, lutem. Ndoshta shkumbini nga ujë kështu që kam pirë, po. Ose e kurulla. E kurulla. O që na knaqe. O që na fute dikojnë, ma zore bukur me tela. Po do ta them, më mirë që ta them, ta janë shkuqja tash. E ndjej gjithmonë atë, do ta them pse. Futëm brenda, pak a shumë baba, se koçat kanë nuk shajnë, po kanë fjalon shumë bukur, po neve shajmë e kemi çik të rough. Po kanë mikpritjen fantastik. Kultura. Është kultura nuk mund ta kapë asnjë gjë. Mos i ngeli qefja dikush tjetër. Unë ndoshta jam sa nesër sa rritash e madhe, kupton? Po do thoya që koçat kanë kulturë. Është vështirë të vrash ndryshe. Pëlqen shteti gjë pastaj. Futëm brenda, del gocë e parë. Hiç. Del e dyta, hiç. Del e treta, hiç. Del e katër, hiç. I them mot, ai ikim thashë se u bën ai çik me shejune. Mirë po nuk e kuptoj, a vjeri apo kunata. Tha më vdala, tha se s'ka torta, tha. O mëlsina, se s'jel të mëlsina. Pa. U bash mota, thash, mos e ngeli qefe. Thash, më pëlqen e bukur. E ku më pëlqen diçka harroja. Sa hap derën praf, një vockë shumë e kishe perë flokët. James kam pa butterfly. Edhe aty u këputa. James kam pas butterfly. A ishte me tort? No, ku kishe tort me James. Po diçka me shërby. Kishte lakra. Kishte bo breg me lakra. Për zotin e. Nuk e di që bëjnë koçar tikën edhe i gotra ki. Tak me së thash. Thashëm kur ta marr te gocën. Oh, i çu jale. Jo bash. Çi gocë thotë ti. Të pa flisni me këtë tha. Ora thash që flet tash unë kam po isha edhe kam qenë çik si kokshket më them. Tash i kam rënë pak. Nuk e di. Po ti direkt atë kur do ta marr, a? Çunire, ju pyesja unë atë kohë kisha fluturuar, kupton, kisha atë energjinë asaj, nga ekstremi që nuk doja, ishte për brenda. Ke pasur nuk e di se kupton. Unë kështu e kuptoj. Kështu i themrinis, ose fëmis ose gocës, kam gocë. Unë flas shumë me gocë, kam shumë lidhje, edhe me çuna, po me gocën kam shumë lidhje. Po tash mohabeti është që aty u bë lidhja. E pash që erdhi Keta dhe kisha butterfly for first time. Ne kishim kishin njerëz, se çuna të rregull, but I feel it. Të beton. Ndoshta nëse ja thotë diçka mirë pashë çao, se njeriu nuk di se si shkon jeta, po tash që unë ndjej atë që ndjej, që kam ndier, kjo është e vërtetë. Edhe aty u bë filloi. Më hypja aq shumë ajo që doja se ku po mite. E tash kur do më ta marrte. Edhe dal shumë, pim kafe në rregull, ne fola me gocën, me Ketën. I thash shumë çupelinë e vogël, e bukur, kisha ata me mikët e saj, me fjalë njeriu e gjen vetë diku. Mos të harroj. Mësusja çfarë lidhje kishte me familjen e Ketës? Njëshe. Domon Njëshe sepse ishim shoqe me motrën që na bane, mi fjalë që na çojnë në Korçë. Ishim mësuesa jo dhe mësuesa kjo në Elbasan. Në Elbasan ishte. Edhe njifte mirë familjen. Njifte familjen. Bukuria e kësaj ishte se na njifte neve dhe njifte familjen. Dhe ajo thjesht më pa mua dhe i koçidoi la lëmi thonë në French neve. U hap ajo dham, tha, "O po kam një gocë për ty." Kështu ishte në Shqipëri.
Edhe kjo ndodhi... Dhe kjo ishte bukuria e saj. Mirë, ardhja në Kanada, mos t'i iku kësaj. Në çfarë viti ke ardhë? 98, 98, diçka e tillë. Me qëllim vendose në provincën e Quebecut në Montreal. Asnjë s'kam dashur në vin Kanada. Doja në Amerikë gjithmonë, po rruga më ka sjellë ti. Mirë, po pse në pjesën e Quebecut që fletës frangjisht? E ke njohur frangjishtën apo? Për në të dalë tu, unë frëngjisht anglisht nuk dija kërkundi. Kur të vendosa doja të shkoja kisha qef në Amerikë, por kur studiova më vonë, shikoja Kanada më pëlqeu. Atje ngulita pastaj forget Amerikën, kur pas e nishra. Kanada kishte tjetër sistem. Po nuk e dija sistemi kishte frëngjisht, frankofon. Thjesht më pëlqente Kanadaja. Shikoja aq sa kishte në monitor që shikoja se nuk kishte shumë të dhëna në atë kohë. Po. Dhe kishte probleme të tjera, kemi pas gjëra të tjera, probleme thash demokratike, polici, gjëra, kemi pas probleme tona, nuk mund t'i hapim dot. Ju erdhët së bashku me atje. Erdhën si refugjat politik. Po. Kupton? Nga problemet që kishim një problem që unë kisha problem, nuk mund të jetoja dot atje, do të vija këtej, fjalë kisha problemin tim politik, kështu që vendosëm të vim në Kanada. Në moment që erdhëm vendosëm në Kanada, vendosa të jetoj në Quebec. Më pëlqente frëngjishtja. Montreal është një qytet i vetëm në Amerikën Veriore që ka ndjesi evropiane edhe Quebec City. Po pse se thonë me god? Po thuaj të qartë, mos kifi se ti e ka Toronto. Për çka? Montreali ka qenë kryeqyteti pothuajse edhe New Yorku. New Yorku ka erdhur mas Montrealit. Mirë. Pra Montreali është vend evropian, këtu do dalë. Unë këtu do dalë që nëse dikujt i ka marrë malli për Evropë, nuk don me bot namin as rrugë me shkon në Quebec City, hajde Montreal dhe ti e keni ndjesinë. Nuk Quebec City, shko Montreal, Quebec City nuk ka lidhje. Montreal is the best. Montreal është më i madh se Quebec City. Po unë kam qenë që dyat i kam pa, po hera parë kur kam ikur diku mas 2 viteve mos i kam qenë Kanada dhe u stepa mbeta thash. Kush të pëlqen më shumë, Quebec City apo? Me ton drejtë Montrealin pëlqen më shumë. Quebec City është më i vogël, qytet shumë më i vogël krahasim me Montrealin, po Montreali e ka ndjesinë e një qyteti evropian. Edhe e ka atë shpirtin e energjinë pozitive do më të kësaj jetës franceze që më thonë se aty ka dhe italiane, ka gjitha nga gjithë shtetet që vinë, po unë sa që të vi kënaqem atje. Besoj do të vinë vizitojmë shumë shpejt. S'ka shans. Unë të kalon një diçka që ta marrësh, unë stacia, do vish ta marrësh ti. Po. Me vinë bashkë. Po, do vi. Unë po ta them, ndyshë se merr dot. Është gëshetimi i 5 points do thoshe Montreali. Emigrantët dhe Quebecit edhe frankofonët me anglofonët që është se janë dy gjuhë është shumë e komplikuar, po është dhe bukur njëkohësisht. Komplikimi i gjuhës dhe identitetit si mund të prezantosh. Ti futesh në një magazin, ti mund thosh bonjour ose hello, po do të thuash bonjour, kjo është e para që mund të thuash. Pastaj është varet nga ai se si ta kthen. Më fjalë nuk është i duruar që thosh mirëmëngjes, më fjalë bonjour madame, bonjour monsieur. Je peux vous aider, c'est ça. Më fjalë mund të thuash çfarë, se kjo është gjuha e parë. Se kështu po hajemi në thojza frankofon, anglofon, jo do ndahet, jo do bëhet, jo ne filloi një vitet, më mend këto vitet. Por fatikisht gjithë Montreali ose gjithë frankofonët kanë votuar jo ndarjes të provincës nga ata pak a shumë janë si sepse nuk mund kuptimin e ligjeve gjithçka, imigracionin e kanë vetë. Harmonia është kur çdo gjë shkon bukur. Harmonia do të ekzistojë ndërmjet komitetit shqiptar, ndërmjet nesh. Tash përveç si një biznesmen i suksesshëm, një njeri i cili ka një pasion, unë du me dal te Arom Shqipërie. Radio, emisioni Arom Shqipërie. Kur të lindi kjo? Kur kjo dëshirë që s'ma të fillosh diçka tjetër? Unë kam pas, si natyrë kam dëshirë të njeh më njerëz. Dhe para se të shkoj do të kam i veti që i mbaj mend gjërat, kështu që do kthehem këtij, aty ku do ti. Kur ne shqiptarët jemi shumë të suksesshëm individual, por përbashkët të bëjmë shumë gjëra. Individual jemi shumë të fuqishëm. Po ta bëshim bashkë neve do kishte një birnare na çajin ose na përçajin, do ishin të papar. Se jemi shumë punëtorë dhe kemi shumë aftësi
të papara. Po edhe i keni ambicie, është një Harroja, këndvësi. por bashkë është pa mundë. Do të jetë një huaj që të na vjen. Po, në rend, kështu. Po. Edhe doja të dilja ke thuja se te arom Shqipi. Edhe nga që kam ndihmuar shumë komunitetin shqiptar, sidomos shoqatat. Kam qenë në heshtje, si silent që ndihmoj. Kam ndihmuar, sa kam mundësi. Kam pas mundësi. Shumë njerëz thonë që ti ke bën mjaft, unë them që sa kam pas mundësi. Po. E kam një shoqat për mua, ka dy gjëra. Është se do jetë me mua ose do jetë armiku im, në thojza. Me mua çdo thot, ma fiton zemrën çfarë sepse ka punë. Çdo gjë është vullnetare, mos kish kuptoj. Po, të lutem. Por edhe ke vullneteti që bëjnë këto ose çdo njeri e konsideroj dhe e lavdroj dhe i përulem. Por brenda kësaj flucke më çifet një e vërtet. Ndonjëherë, jo të gjithë. Fatkeqësisht. Eksperienca ime është çdo njeri që është futur në atë karrike e ka kthyer në privat. Kisha opinionin im. Po, pajton. Edhe e keqja është sepse me mua po nuk më mbajte rinin dhe feminirin shkollat, për mua je zero. I armiku im. Unë duaj që shkolla shqipe tjetë e hapër çdo kohë. Jo të hapet mbyllet si mas varietetet ose gjana, po flas çdo kohë nga shqiptar. Për neve më të thuash gjithë ditën që ka shoqata. Qofsh një shoqat nuk ka shkolla për fëmijën që mëson gjuhën shqip, për mua është zero. Edhe dje kishim një, se do të kaloj prapë ke Radio Aron Shqipëria. Dje kishim një event shumë të bukur. Dhe që kishe bërë Arta Regjepi përshëndes fort. Po, Artist Foundation. Unë do ta quaja shtëpia e gruas, ose do thoj vajzave grave. E nëna vajzave grave shqiptare në Montreal, në Kanada, çdo thot kjo. Kishte një kuptim pranaj erdha, e kam bërë supportat. Ka një kuptim për mua femra shqiptare ose nëna shqiptare, nuk do them femra, nëna dhe motra shqiptare ose gratë shqiptare, nëna shqiptare, vajza shqiptare për më janë heroina. Po. Pa ata nuk ekziston kombi jonë. Po. E them me plot gojë. Dhe ata kanë dhe duhet kenë respektin tonë. Sepse ato nëna, kur ka lind fëmia, kanë përshpëritur në veshët e tyre fjalën e parë. Birë, dua me më dhe unë. Dua e vatarin. Dua e vatarin, po. Të rritë që të luftojsh për këtë vend. Për këtë vend që i lirë derdhë në gjak. Po, e vërtet është. Atë se bërë babaj. Babaj thjesht ka qenë ombrella, shtylla shtëpisë. Po që gjua shqipe të ecë përpara është në nëmbrejnë e saj nënë. Ati gjenë folen koka i shto fëmije, apo i vajze, trime apo e trimneshe, shqiptare. Me fjalë tjera, pra, duhet me pas shkollë shqipe. Këto është qëllimi. Për mua këto është qëllimi. Okay. Shko gjithë ditët i me flamur, kem ba këtë event, thjesht vinë, sjellin dy këngëtare, atë këngëtare mushe me dhe dhikën, s'kam asgjë gjë kundër atyre. Mirë, aktivitetet. Pastaj e kthen dhe privat. Shikoj që celulat vogla fillojnë pastaj e kthen privat për 10.000 lekë ose 5.000 lekë, disa fitojnë. Kurse një kush në javë ka një që unë kam shumë miq që kanë dhënë në Montreal që unë mu ta përmend shumë, kam një mikun tim Tanushi dhe Mira Tanushi që i përshëndes fort. Kanë bërë aq shumë për atë komunitet. Ata kanë një pastisëri të vogël. Po zemër të madhe. Po. Një familje fantastike, kanë ndihmuar me gjithë shpirt, po them tamam si Noli. Si tha Noli, unë pasurinë nuk kam, pasurinë time dhe ja kam dhënë. Pra, këto njerëz çaj të kanë çezare të jepja. Po ti pas abuzo duke bërë gjëna se po kalojmë nga ide. Po. Unë shikoj që çdo një që ka ardhur ka abuzuar në këto forma, dhe pastaj njerëzit largohen, kthen, bëjnë disappoint. Qëllimi im është kjo. Radio Aron Shqipëria. Po, para se datë të Aron shumë shkurt. Unë pajton plotësisht me ty që çdo shoqat që ekziston do duhet mundohet që ti kenë ato klasa shqipe. Po, kush është qëllimi i kësaj? Po qëllimi është që fëmijët tanë të marrin një influencë. Po kush është shoqata? Po mirë, shoqata mirët me domthonjë me shqiptarët që jetojnë këtu. Ke gabim. Po, si thua ti? Ne jemi në emigracion. Po. Kemi më jep muti? Kur dhe mifja? Ke një auto? Po. Jemi një komunitet shqiptar. Po. Pra jemi emigrant. Pra familja jonë jetë ti unë çdo një. Ne jemi një komunitet shqiptar që duam jemi të allakatur. Po. Dhe duam diçka që na ai ka shqiptarëve, shqiptarisë, gazetarë ose jam diplomat, na udhëheqin. Të dalin, na udhëheqin, mos flas bukra, fjalë bukra.
hajde këtu vjen ambasador se çime çdo njëri tjetër, po flas në thojza, ose një që është diplomat ose gazetar me unë kam qenë ky filani, kupton, edhe nus më hyn punë. Çfarë po bën ti për këtë komunitet? Çfarë po bën Çimi ose Xhemi Agaj për këtë komunitet shqiptar? Sa do një stimulim të vogël. Pra dali këtu. Pra do një kokë ty komitet shqiptar. Pra dalin shoqatat. Shoqatat çfarë bën? Është një nga rolet kryesor ose kokat që mund të organizojnë 2-3 shoqata ose 4, varet se si pas rreth ose si pas proporcionit që dalin nga Vlora, nga Saranda ose nga Dardania, kupton, bëhen bashkë dhe organizojnë një turn, do të thojë në thojza, një profesion, një rreth të madh. Edhe aty gjen ti ngrohtësinë. Vjen nga emigrant nga Shqipëria, ka një zyrë ku drejtohet, është një avokat, është James me radio, ose një tjetër, ose një biznes shqiptar. Mi fjalë, aty akumulohen gjitha bukuritë shqiptare, virtytet e kulturës shqiptare. Pra, kjo shoqat organizon këtë mënyrë dhe çfarë është më kryesore është i merr ato bebet e vegjël, ato shqipojat e vogla që të fillojnë të mësojnë shqip, sepse baballarët në atyre që me zi po mësojmë anglisht, me pyeta, a di anglisht frëngjisht? Jo. Me darni e kemi mësuar neve, me zor, apo jo? Pra, dalim që duhet shqipe, fëmijët e vegjël të mësojnë frëngjisht dhe anglisht. Po shqipe kush do të mësoj? Okej, do mësoj nana në shtëpi. Po dalim se nuk është vetëm ajo. Shteti kanadez të jep të ndihmën. Ai shumë ndihmë kemi, shteti kanadez do të ish kapelen, se në Amerikë nuk i ke ose vend tjetër, ose Greqisë nuk ekzistojnë fare. Kurse shteti kanadez thotë, po, hape shkollën të çet, ke grant. Hape një radio, ke grant, hape televizor, ke një grant. Fjalë ka ndihmon për kultivizimin që ti të ndjehesh në shtëpi tate, me gjuhën tënde, në vendin që ti jeton. Nuk pretendon nga Shqipëria. Po e ke këtu të gatshëm. Po ne thjesht nuk jemi bashkë. Marrë 3 këngëtarë, bam aty, ikim ato në shne. Hapi Xhemi thotë, unë ç'më duhet mua. No, James, nuk është kjo. Më fol të lutem për Aron Shqipëria. Aron, po, zemra. Aron Shqipëria ka lidhur. Unë jam adventurier në rus. Unë po flasim bashkë, diku kam menjen, diku eksploroj diçka të bukur. Mos më keq kupto. E kam atë. E kam atë ti. Unë kisha i dash me shoqatën me ne, e pash që nuk kisha të zërim të dëgjoj. Biles arriti në një moment që ishe me video, morë me video ime fytyra ime u pre komplet. Që unë ishe një nga donatorët më kryesor. Imagjino ku kemi arritur. Nuk bëjmë si gabime në një. Ndoshta kërkova falje, ndoshta jo, nuk e di, pa kryesi ka. Me qëllim pa qëllim nuk është më hyn po, në fund unë jam për disa njerëz, unë jam për shoqatën që besoj, ose unë jam për shqiptarinë. Kudo që ti në Toronto, Montreal, Vancouver, po arta me mori telefon duhesh në Halifax, do vete, vajta. Pra këtë dua. Ti bëmi atë që dua, ti bëmi neve do timi ajo fondacioni para themeli para që fëmijët tonë ta kenë gati atë themel. Po do dal aty do dal. Ti shumë mërzitë. Jo se s'du me harru, se shumë. Ata shikoj çik fytyrën e Ervin. Jo, u lodhe? Ervin është ullat, Ervin u knaq. Si e kam zonjën? Nice, sot ta hazë. Po edhe Aron Shqipëria. Aron Shqipëria. E pas që nuk ditë legja, dhe organizova një event privat, festën e fëmijëve. Para 2 vjetësh, i thash me të pi me hang falas. Pini sa doni, hani sa doni, me shokun tim Penta Nushi dhe familjen tim e mirë dhe 2-3 veta tjerë, në ndihmën e shoqatës kulturore që është në Montreal. Një fjalë i thash do t'i heq gjitha vetë, çdo gjë vetë, me shoqërinë që kemi neve, dhe ka qenë Lori Bar Cafe, një çum fantastik fare, e përshëndes fort, edhe një West Side Store dhe i bëtë bluza. Vjen disa sponsor që kisha unë, u vendosëm që ta vënë të falas. U mblodhën James, të shikoj bukurinë me futboll, bërëm një fushë me $10,000 fusha, për fushë private, me tangë me të pirë vajtën, këpërsësh, po më ndihmon, mi fjalë, e bajmë. Edhe shoqata i tham, do ne foni shoqata, jepi nga i lek, jepni shoqata ose të bëni member. Mi fjalë, do dal. Shikoj fëmijë të skuqur nga faqja, nga lodhja e lozjes, pleq që kënaqen me mbet njëri tjetrin, nga njoja. Falas birra, po, kishe pa fund. Kur thua falas ti ngopesh me të parën, kur shkon në Kuba ose në Republikën Dominikane mos pi birra fare, vetë shpim pijet birra. Pra psikologjia e njeriut është falas kuptimin e mirë fjalës, sepse ti shërben një komuniteti. Po sillu si i tillë. Dhe forcat, dhe motorin tat, dhe James që është me radio, ose Aron Shqipëria që është me radio, ose Oda Post, ose Pasqyrë Shqiptare. Këto janë mediat shqiptare. Ose avokate, ose ç'do duash ti, ama shkolla. Atje fillon.
Aty vini nevoja për... Atje pas e thash, e shikoj që zëri jemi ishte i bllukosur. Thash, si do ta gjej mënyrën tash? Se një do t'i lindi ideja. Thash, do të hap një podcast. Ishte pamundur dhe një miku im më afroi në Radio Sëndërvili 102.3 FM është në Montreal, radio e fuqishme, radio shumë e madhe në Montreal. Tha mo ti e pamundur se ti, thash unë nuk flas, nuk jam. Ti do e bësh, më tha. Është Mr. James, e përshëndes fort, ai është frankofon, po është nga Haiti, është drejtori i saj. Edhe po e bëre këtë, tha, po bërë në gjuhën angleze, tha, do të paguaj çdo muaj. Thash më lera, se jam unë, thash unë mikrofonin duket si top, më lera, thash nuk jam bërë këtë punë. Nëse, po ta them shqip, se mos ngeli qefi, po ta them në gjuhë nuk do, apo do në mënyrë letrare. Librashe. Marr 2-3 veta gazetar të njohur, edhe miq të njohur, them, ju ne fillon, po nuk i njihja, i marr, pim një kafe, edhe shikoj unë i shkretë, nuk duhet paraqyjkoj asnjë. Njëri kërkonte $100,000, tjetri $200,000, tjetri thoshte do bëj programe ndryshe. Mendoja, vije te ka digjë lekët. Kjo po minte keq. I përshëndeta, pagova, nuk e di paguën kafe, pagova unë, nuk e mbaj mend, po kam pas një suport shumë të madh nga, duhet mund ta them, nga Ermir Dardha, ka qenë një asistent im, është fantastik, fare një çum fantastik, yll. Tha më çim çfarë do bësh? Tash, dalim më tash të thasim më vonë. Mi po, të dielën tjetër kisha mbyllur për të bërë postën e parë. Live, se gjithmonë isha live. Në atë radio. Radio Sëndërvil. Po. 102.3, live, një orë. Ajo çdo të diel. Domon është edhe është regjistruar në si artësie. Domon është tamam radio. Është ka antenë vet, ka FM 102.3, ka FM në vet. FM në vet, po. Është radio, s'futesh data, është do të paguash lek, i thon lek. Shumë. Ti di vet, i biznes. Por ne unë konsideroj dhe unë i lirë se konsiderojmë dhe duam që të jemi dora e jote. Ajo dora ose fjala e fundit që të shikojmë gabimet e njëri tjetrit që të ndihmojnë, se është shumë vështirë të marrësh një radio. Ti di shumë mirë që të marrësh një radio ka kost. Dhe ato kost nuk vjen nga xhepi, se ti ke një familje, edhe i ka një familje, fjalë dalin nga shtëpitë tuaja. Jo, ne kemi baza vullnetare. Edhe me sa do shkojnë, pra duhet mendimin e shumë biznesmenësh shqiptar që na ndihmuan. Aty do të dal. Un kam atë, ta kam thënë gjithmonë për privat, atë po ta them tash që është nevoja. Por do dal kjo. E mora vendimin mas 7 ditësh do ishte parë, unë s'kisha kërkend. Dhe bukuria e saj që Zoti më ka dhënë një dhunti, ty mua çdo një tjetër, unë s'kam nevojë për skrip. Unë ky jam. Unë kam pasion, kam dëshirë, kam zemër të madhe, kam pushteshje. Pushteshja ime është arma kryesore, edhe po të më ofendosh. Edhe filloi. Erdhi java, do të filloja, si të filloja. Po të shikosh me të parë muzikë kam lëvizur kamerë, se isha vet, edhe do të bëja Ervinin, advertising, gjia më ke pasur të them, ti e di shumë mirë se si është, po një person tek. Pastaj më vonë erdhi dhe Ermira që më ndihmoi pak në ide se kishte nevojë pastaj. Jimmy më zhdukur mikrofoni për herë të parë si top. Top. Sikur gjune Sokoli që vap. Po i thash, kam i të mirë që ishte skuqje fillim fase kam ndër tyra, pastaj thash, rrjedh vet gjë. Zoti i bie gjëra të mirë. Pastaj kur dola në 2-3 herë edhe i radios më tha mua, tha, nuk e di tha çfarë zëri ke, tha melodios, po ti ke një zër fantastik fare, tha, dhe për mua, tha. Tash unë kam trash, no, ke gabim. Ty Zoti ka dhënë një dhëndi, edhe shumë shoh pastaj që kam marrë intervistë, kam bërë 170 intervista. Ke këtu domon, si nga Radio Sëndërvil, pastaj më vonë u hapi një kafe, Lori Bar Cafe, shumë edhe një suksesmen, një gentleman e përshëndet fort, më ofroi falas venin, unë bëra më jetët pagova ato gjëra që parasysh. Që ta bësh gjithë ato kushtojnë. Po. E kisha me qëllim që ta hapja këtë gjë. Sepse doja që rinia shqiptare të afroja në atë mënyrë. Falas, emisione falas, ke një ide të hajde. Për njerëzit nuk këtë kuptojnë. E di se tha, do të përdasa aq fort se të mëngjoj njerëzia. Po konflikte se nuk kuptojnë. Edhe kjo ndodh. Por ka dhe gjë tjetër. Unë kisha sukses shumë të madh, por do ta them edhe këtë pa dorashka, është se gjatë rrugës lodhesh, po edhe njeriu kur lind që dronë në prejnë e nënës. I fërkon kokën, nuk është i vetëdijshëm. Pastaj rritet nga mosha 13-25 vjeç, nuk ka birë nana, është ai edhe prendia. Nuk është çfarë duash. Pastaj njeriu kur martohet, do të shohë dy ëndra. Dhe ëndrën e tij do ta shohë edhe partneri ose partnerja.
do të ndërrojmë bashkë. Kur ndërron një krahë, e thomi në çalon sa marrë dhe bie. Nuk është faj dikujt tjetër. Është thjesht psikologjia ose mendimi ose fuqia, energjia që ti harxhon. E disa energji harxhon ti dhe vini këtu, se keni ditë, ata sa kuptojnë, unë të kuptoj shumë mirë. Dhe këto gjëra jeni akoma të ri. Ka punë. Edhe uroj Zotit që ti jeni të fuqishëm, të keni hedhë themele të bukura. Se themeli fort, edhe po tjetë me karpiç ose me thurpra, bëhet i fort, se e bën koha. Pra, dal ke radio Shqipëri, Aromë Shqipëri, edhe më lidi Aromë Shqipëri, unë vdes për Shqipërinë, asë që kete, kam nostalgji. Tash kam vush çdo gjë në rregull, edhe po më tha gruaja po jo, nusja unë do iki Shqipëri. Një herë vit, 2 vjet, do të jetoj atje, të kënaqem, aj sa kam mundsi. 6 muaj atje, 6 muaj këtu. Është pa mundur. Se nusa kam nga Korça, nusa thot, po familja, gjithmonë familja. Sa më nove, nana rum familje më. No, nana. Po se siki do, thashë pa mundur. Jo, po sikën ti do të. Thamë emër, dashuria babait është ndryshe, po nëna është ajo që është zjarri votra e shtëpisë, është ai zjarmi aty ku buron dashuria. Kështu e shoh. James, kur shkojnë në Mirak, i thomi bushet neve në mjes, unë iki shumë herët. Edhe lakështia e bushëve më mungon aroma e bushit. E di më burë, po mos. Kur laket duart, laket kamet, kam tjetër nostalgji. A mund të them diçka? Ke fillu më plak. Ndoshta. Se kur i bën njeri 50 vjet fillojnë ato enat mungojnë fëmini, se fillojnë njeri të shku në atë zonën. Ndoshta. Të kap nostalgjia më shumë. Unë nuk i kam pas të nostalgji këtu 20 vjet. 25 vjet, kur kam qenë deri. Unë s'flas tash, po flas edhe më përpara ka pas. Më mirë datë shih, unë e di që ne e duam, po si më thon, me moshkën disa gjëra dhe pushon edhe mendja dhe fillon mi pa pak më ndryshe se. Po jemi trimën. Jo, po shiem. Jam 50 vjeç, kam. Po më të lutem. Kemi luftuar, unë besoj që kam bërë të pamundurën që të rrisë një familje, se të krijoj familje atje ku duhet. Po si ishte para 30 vjet, kur tha do ta marr këtë fajeci. Ishe 25 vjeç, Me në 2 ditë shka badasëm, sepse do të them, ishte, e unë kam shkujtër, bite se shkruaj, vdes për të shkujtër. Por, e si të që ka shtoj shumë vjesha në gruas, dhe të ashe, minutën e fundit më tha mua, mos më kushta vetëm më duaj, tha, nuk do të më shkruesh me. Mos të shkruaj. Nuk duaj. Edhe unë, ku shikoj gjithë bukë shkruaj, pavarësisht ku mund të jetë. Pra, janë diçka, në thojse, gjithmonë, se ja ha zemër, është fantastik. Bas 2 ditë shka badasëm, 250 veta, kur ka qenë darkët nga ora, mi Saurel, e mamen Saurelin. Vino? Po, thët. Saurel i lodhur, beta, më shama sipër, e kësha marrë, se tash ati do ta marrë, dhe që ke motra dhe marrë, tha në Elbasan, tha pa e rrugëm, ftof, ishe dritë, ishe bejt palë pucë të thata, të fotemi për dësyt, si ata të KGB-s, këpëton të barë, e kësha marrë, ne, mi fjari, që një gjadi, hol, e kësha kapër të mështilë këtu, e motë të rishë, unë të rishë, në Saurel, math. E mere pequrë në Mirak, t'ja të rrugoja nanës. është e kange, nana qatë kom sjell. Mirë, po nana ishte natë, kam zbritur në Mirak, aty poshtë ka shtesën me 5 minuta, është pak si dishjes, nga rruga kryesore, sa rruga nacionale. Ishte një han, James, aq ftofët, po hana ishe e bukur, lambronte. Dhe ishe kaçurele, e shikoja që faqet e saj ishe ngrirë nga të ftofte dhe ishe të kurrë, po s'kishe këtë kurrë, dhe unë shtodha kështu e kapa, thash do ecim bashkë, po jo se na shef nana. Po thash nana është në ime, s'është nana jote, nana jote është në se e gënjeva baban e tij, e saj, edhe nana. Thash do ta sjell para mbrapsh. Atë ditë ka qenë natën, ka vajtë poshtë, ka hapë derë nana, një dritë, ke pasë dritë Shqipëri ishte shumë të vogla, në fshat më. Hapi dritë, ke që nana kush është? Nusja. I ratë fikta se, bam. I qoj lagje gjithë, është po martua cune, baba, o që Sahara dhe gjona, nusë sa ne, baba, ne, kjo është këta njëri, se, fëmi, ke pasë, që nusë thot kjo? Thash, me jo, hënë këto të zdel ma, thash, mate. Marë, e punë. Shkeqim, unë me këtë të uroj ty, bashkëshortes Alketës e fëmijëve, shnetën bashkësi, edhe të falenderoj shumë sot që na edhe, na ndërove, e na kënaqe. James. Edhe unë shpresoj që do takohemi më të herë. Patjetër. James, unë të uroj suksese. Një rrugë shumë e vështirë, që ka nevojë për shumë suport edhe ka nevojë për ngrohtësi si nga ana familjare dhe shpirtërore. Ka nevojë për ndihmën e shokëve, ka nevojë për ndihmën e komunitetit. Mos harroni kur jeni zëni dhe dritarja e komunitetit. Një komunitet pa radio ose pa media është i humbur. Do thoni aj sa kemi, aj sa jemi. Faleminderit shumë. Respekta. Respekte dhe suksese. Shumë faleminderit.